Policia kishte marrë masa të shtuara sigurie në godinën e kuvendit gjatë seancës plenare këtë të hënë, edhe pse nuk kishte parlemërime për protest, ashtu si më 2 korrik. Partia Demokratike dhe aleatët e bojkotuan, sipas parlemërimit të Sali Berishës, se nuk do të jetë aty, sa kohë nuk diskutohen kërkesat e protestuesve. Duke shfrytzuar mundësinë, çështjen e ngritën Redi Muçi i Lëvizjes Bashk dhe Erald Kapri i Partisë Mundësia, që në vazhdimsi janë parë mes protestuesve në shesh. U tremët nga vezët jo. Taulant ki kujdese përballë nuk ke më Saliun, përballë ke rinin shqiptare që për plot 43 ditë po broret për një Shqipëri të re. Taulant Balla, si përfaqësues i mazhorancës, në përgjigje tha se flamingot kanë ikur nga protesta e tashmë sipas tij kanë mbetur sorrat. Hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote. Në një tjetër replik me Erald Kaprin, Balla përdori një tjetër shprehje popullore për të etiketuar përfaqësuesit e partive politike, që sipas tij nuk përfaqësojnë dot protestën qytetare. Dhe shqiptarët kanë dalë në shesh Taulant, nuk do të lejojnë më të bësh bixhos ti gjithë majoranca dhe Edi Rama me jetën e shqiptarëve. Ti, Gonja, ky tjetri, Qorri, Llapi, edhe Saliu, jeni si ajo miza ke fundi nga bishti çikmajtas në fund kalit. Nuk ju njohim më, nuk ju pranojmë ju si përfaqësues protest. Nga foltorja e kuvendit, Balla pretendoi edhe për një mesazh që sipas tij deputeti i Partisë Mundësia i kishte kërkuar që numëruesit e Partisë Socialiste t'ia mbronin votat nga numëruesit e PD-s në zgjedhjet parlamentare. I ka mesazhet këtu. Këtu. Hajde do të lexojmë të gjitha mesazhet tani. Më fusi e miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Në emër të mazhorancës, kreu i grupit të Partisë Socialiste theksoi ecurinë e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ku të martën pritet mbyllja e 3 kapitujve të parë. Është një realizim historik. Me këtë ritëm negociatash, ne i qëndrojmë angazhimit dhe ambicjes tonë për të mbyllur negociatat brenda Krishtlindjeve të vitit të ardhshëm. Në seancë u diskutuan 10 projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së institucioneve të pavarura për vitin 2025.